Një pamje solemne ka përfshirë sot sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, ku mijëra besimtar u mblodhën për të përshëndetur për herë të fundit Papa Franceskun. Trupi i tij, i vendosur në një arkivol të thjeshtë të hapur, u transportua ceremonialisht nga rezidenca e tij në Santa Marta, drejt bazilikës së Shën Pjetrit. Garda e Vatikanit dhe një grup kardinalësh kryesuan procesionin mes heshtjes dhe duartrokitjeve, ndërsa arkëmorti u vendos brenda bazilikës për homazhet publike që do të vijojnë deri të premten në mbrëmje. Masa të larta sigurie janë vendosur përreth bazilikës për të përballuar fluksin e madh të pelegrinëve dhe gazetarëve nga e gjithë bota që kanë mbërritur për të ndjekur nga afër këtë ngjarje historike. Sipas njoftimeve zyrtare nga Selia e Shenjtë, ceremonia mortore do të mbahet të shtunën në orën 10, ku pritet pjesëmarrja e krerëve të shteteve dhe qeverive, përfshirë presidentin amerikan Donald Trump. Ironikisht, Trump ishte ndër figurat me të cilat Papa Francesku pati shpesh përplasje për çështje sociale dhe morale. Në testamentin e tij, Papa Francesku kishte lënë të shkruar që të mos prehej në kriptat tradicionale në bazilikën e Shën Pjetrit, por pranë bazilikës së Santa Maria Maggiore, një vend i dashur për të dhe simbol i përulësisë që e karakterizoi gjithë jetën e tij si udhëheqës shpirtëror. Arkëmorti i tij është i ndërtuar nga dru i thjesht, larg çdo forme luksi apo simboli të pushtetit, në përputhje me vullnetin e tij të fundit. Ndërkohë, përgatitjet për ceremoninë zyrtare janë në fazën përfundimtare, ndërsa qindra mijëra qytetar pritet të vizitojnë bazilikën për t'i dhënë lamtumirën e fundit papës që u konsiderua si një nga figurat më të përulura, progresiste dhe njerëzore që ka udhëhequr Kishën Katolike në kohët moderne.